flasi për çështje vullneti apo angazhimi, nuk ka asnjë impenjim më të madh se sa projekt buxheti dhe mbledhja para kuvendit për projekt buxheti. Çdo impenjim tjetër fshihet dhe mbetet në krye të radhës i detyrimi nga ana ministrit. Zonja kryetare, unë do të kërkoj që në respekt të rregullores të spostohet mbledhja dhe përcaktohet një orë tjetër dhe ministra të vi të relator dhe të mbrojë projekt buxheti në lidhje me infrastrukturën për sa i përket relatimit që do bëjë. Ne nuk e njohim pjesën me gjithë respektin që kam për zëvendësën ministre, institucionalisht i referohemi rregullores dhe të zbatojmë rregulloren motamot. Ju falenderoj. Zoti Imshi, sigurisht ne do dëronim që të respektonim rendin e ditës që e kemi njoftuar, jemi në kryetar, një komisioni të nderuar. Dhe sikurse kemi operuar përgjatë gjithë këtyre javëve, me shumë qetësi, për shumë ligje që kemi kaluar dhe shumë rrethme politike, do të kërkoja që qetësisht të operojmë edhe për trajtimin dhe njohjen në këtë projekt buxhet për Ministrinë e Linjës, e cila dua ta theksoj, përfaqësohet nga dy zëvendësministë. Dhe ne kemi mundësi edhe në vijim, sepse kemi edhe miratimin nen për nen projekt buxhet, pra kjo nuk është e vetmja mundësi për të diskutuar projekt buxhetin në këtë komision. Sigurisht do të kërkonim prezencën e ministrit dhe në aktin nen për nen. Sot, sikurse na është treguar nga përfaqësuesi i ministrisë, është e pamundur. Unë do të kërkoja të lidhja në votim prezencën e të gjithëve që votojnë të merrnin pjesë për vijimin e rendit të ditës dhe të vazhdonim me shqyrtimin në parim të këtij projekti. Kush është dakord? Jam në votim. Dakord? Vijojmë me rendin e ditës pavarësisht nga diskutimit. Ne do të vijojmë me rendin e ditës. A janë të pujtë? Hajde që Në 80 apo të thirrur dhe për media që në ndjekin, në 80 pika 1 e rregullores të kuvendit është e shkruar prezencë të parë në përfundjen e kalendarit të punimit. Imagjinoni 79 pika kryesore rregullore. Sekretariati i Buxhetit të Kuvendit, komisionet e përhershme sipas fushave që detyrohen organizojnë punën për shkërtimin e projektit të buxhetit të shtetit dhe projekteve financiare që kanë lidhje të drejtë me këtë. Në mbledhjet e komisioneve marrin pjesë ministrat, relatori kryesor dhe sipas rastit relatorët e veçantë, të cilët bëjnë paraqitjen e akteve të shkrimit. Është shumë e qartë në pikën 1 të rregullores që nuk ka alternativë përveç ministrit që relaton para këtij komisioni. Për sa kohë ne do t'i përmbajmë rregullores të fundit, pa as edhe një diskutim të gjithë deputetët e nderuar të këtij komisioni, por dhe ata që kanë ardhur të marrin pjesë